Fjala astaghfirullah e ka kuptimin edhe të kërkimit mbrojtjes nga mëkatet. Domthon kur thosh astaghfirullah, qëllimi është më mbrojë Allah nga mëkatet, që mos bëj fare to. E nëse vi më fal. Ne ka dy kuptime. Kuptimi i parë të mbrojtjes edhe kuptimi i dytë ka të shlyrjes. Mos më lejon me ra fare mëkat, më mbrojë Zot nga se Allahu xhallahu ala është na ruan nga mëkat, ai na mbron. Prandaj nëse Allahu nuk e mbron robin, nuk e ruan robin, a ka mundësi më nal në mëkate? S'ka mundësi. Jemi doba të rrëshqasim. Po na lutim Allahun që ai të na ruan në këtë aspekt. Sikur që lutim për shembull namaz, ose është namazi që Allahu të na udhëzon, ihdina siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën e drejtë. Nga se Allahu është ai që udhëzon robin, dhe Allahu është ai që e privon dikën nga udhëzimi me drejtësinë dhe urtësinë e tij. Dhe i kërkojmë nga Allahu që Allahu të na mbron nga mëkatet. Na mbron Allahu xhallahu ala nga e keqja e mëkateve, nga pasojat e mëkateve. Nëse ndodhet të bëjmë mëkate, Allahu të na shërin mëkatet. Kjo përfshin fjalën astaghfirullah.